Ky emision përmban vendosje të produkteve. Miq të nderuar, përshëndetje, ju përshëndesim unë dhe pika ime. Sot e kemi një mysafir të veçantë i cili ka ardhur me përforcim. Me përforcim se ky din vesh me pregadit veç peshk, e po thot hala nuk është koha e peshkut të mirë, edhe kur doni me ju pregadit peshk, duhet të vini në Ulqin, thot. Ndërsa, miq të nderuar, për ju, për ne, për mu, për kënaqësinë time personale dhe për kënaqësinë tuaj, unë sot kam ftuar kirurgun maksilofacial, po jo vetëm kirurgun, por një entuziast të sportit, një dashamirës të kafshëve, një adhurues të madh të natyrës, doktor Ngadhnim Domin. Dhe që ta kuptojmë pak më thellësisht se kush është doktor Ngadhnim Domi, do ta ndjekim fillimisht një dokumentar të shkurtër për të dhe pastaj e fillojmë bisedën. Doktor Ngadhnim Domi është një nga kirurgët më të njohur maksilofacial në Kosovë, i njohur për profesionalizmin, për kushtimin dhe sukseset e tij të shumta në fushën e mjekësisë. Me një karrierë të gjatë dhe të pasur, ai ka arritur të kombinojë artin e kirurgjisë me kujdesin ndaj pacientëve, duke u bërë një emër i respektuar në këtë fushë. I lindur në Gjakov, doktor Ngadhnimi diplomoi në Fakultetin e Mjekësisë Dega e Stomatologjisë në Universitetin e Prishtinës. Karriera e tij nisi si asistent në këtë fakultet, duke ndjekur më pas specializimin në Beograd dhe subspecializimet në Londër, ku thelloi njohuri dhe përvoje në kirurgjinë maksilofaciale. Për 19 vjet ai shërbeu në sistemin publik shëndetësor si kirurg, duke kontribuar në trajtimin e mirë a pacientëve. Megjithatë, sfidat dhe vështirësitë e sistemit publik e shtyn që në vitin 2000 të kalojë në sektorin privat, duke nisur një etapë të re në karrierën e tij. Në vitin 2007, doktor Ngadhnimi dhe bashkëshortja e tij Merita themeluan poliklinikën private Ars Medica, një institucion i specializuar në kirurgjinë maksilofaciale dhe stomatologji. Klinika, e vendosur në magjistralen Prishtinë-Gjilan, u bë shpejt një nga qendrat më të njohura në vend për trajtimin e problemeve shëndetësore në këtë fushë. Aty ofrohen rreth 200 lloje të ndërhyrjeve mjekësore, duke i dhënë pacientëve trajtim cilësor dhe të specializuar. Doktor Ngadhnimi është një mjek që i jep rëndësi jo vetëm trajtimit mjekësor, por edhe marrëdhënieve njerëzore me pacientët. Ai shpesh ka ndihmuar pacientët në nevojë duke kryer ndërhyrje falas, gjë që e ka bërë të respektohet edhe më shumë në komunitet. Për të, sfidat e kirurgjisë nuk janë vetëm teknike, por edhe humane, pasi puna me njerëz të sëmur kërkon durim, përkushtim dhe empati. Përveç mjekësisë, doktor Ngadhnimi ka pasion për sportin, muzikën dhe leximin. Ai ka luajtur violin dhe harmonik dhe ka qenë pjesë e orkestrës kryesore të Kosovës. Gjithashtu ka pasur interes për futbollin, atletikën dhe skiimin. Kohët e fundit, ai është përkushtuar më shumë ecjeve të gjata në natyrë. Leximi mbetet një pasion i tij, duke preferuar autorë si Ismail Kadare, Tolstoj, Balzaku dhe Coelho. Ai beson se të rinj duhet të ndjekin standardet evropiane të edukimit dhe punës, duke shmangur rrugët e lehta dhe të padrejta për avancim profesional. Me punën e tij të palodhur për kushtimin e pashoqë dhe etikën profesionale, është bërë shembull frymëzimi në fushën e mjekësisë e më gjerë. Prandaj, sa herë që bëhet fjalë për një emblem të dijes, të pasionit dhe të përkushtimit, doktor Ngadhnim Domin të gjithë kanë në maje të gjuhës. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Ngadhnim, mirë se erdhe. Mirë si u gjeta. Unë të prezantova si kirurg maksilofacial, mirë po ti edhe kirurg i kirurgjisë estetike, praktikisht krejt çka të bën me ashtu. Të prezantova që je entuziast i sporteve, je adhurues i sporteve, sidomos i kitesurfing, notit, skiimit, je adhurues i të gjitha sporteve që kanë të bëjnë me outdoor, që thojnë, praktikisht nuk e njoh asnjë mjek që e ka në gjak sportin sikur ti. Të themi kështu që je i vetmi që ke kcy prej mjekve, po m'duket që ke kcy prej urës drinit. I vetmi. A je i vetmi, hala kemet i vetmi. Edhe po ashtu je dashamirës i kafshëve, prandaj unë nuk hezitova fare me marr pikën këtu. Lujin e kemi këtu, Luji është qeni Ngadhnimit dhe Ngadhnimi nuk shkon
askund pa te kur të thirrni nga dhënimin mysafir, bënu një gati që ka marrë me qenë për ndryshe s'vjet. Nuk vjen. Jo. Fmiti lënë të shtëpia po qenin jo. E dëgjuam dokumentarin, por ajo zakonisht dokumentari është në vetën e tretë. Nga dhënim domi është ky, nga dhënim domi është ai. Po në vetën e parë, kush është nga dhënim domi? Unë jam një njeri i zakonshëm, që për ndryshim ndoshta prej tjerëve, qysh në fëmini, e kom pa që përkushtimi, puna, një orar shumë i drejt, ta mundëson më marrë me shumë lami. Edhe unë, të them drejtën, kom rri në gjitha. Po si fëmi kom qenë si ushtarak, me sekondar kom rri në secilin. Kom shku në shkollë, kom shku në shkollë violinës, kom shku në shkollë të harmonikës, jo marrë me shumë sporte, edhe në gjitha kom rri me me një orar shumë të mirë. Mirë, ti e rrit në Gjakov. Disiplin, po. Ti e rrit në Gjakov dhe po ti që rrit në rrethana normale, ti sot do të quheshe arbër. Po. Prej halës time kom dëgju se baba ka qenë i dënuar politik, ka qenë Golliotok një 2 vjetë e gjysë. Edhe kërë është këthy prej Golliotokut, pas disa viteve kom lindun, edhe qefi ti ka qenë me emru si arbër. Mirë po, rrethanat e kohës, ishte koha Rankovicit atëherë, nuk ka mujt me bëte, edhe kanë nxjerrë një emër të komplikuar, që unë mendoj që jam i pari në këmbë që kam këtë emër, që mja tarashkat me thonë udbës, edhe nga njëm me dërtes se ka kuptu bash kërkush për i tëre. Edhe ka bo një vërzëvëndësimi. Mirë po unë kur më kanë tregu këtë tregim, hala ime, atër e kom zbatu dëshirën e babas edhe djallit tim të parit, ja kom gjitë emrin arbër. Mund të them, arbri është njëri nga fëmijët, të themi kështu e vladat që unë e du mas shumëti, është rrit pak edhe në duart e mia, e të mos themi që sot, si përforcim, nga dhënimit nuk i kanë ardhë fëmijët. I ka ardhë Lui, por i ka ardhë edhe bashkëshortja, i ka ardhë Merita, për shkak se Merita do të na gatuaj, kiflet që mua më pëlqejnë shumë, dhe ne do të hajmë në fund pasi që ta përfundojmë komplet, por tani, para se të shohim Meritën natyrisht se si do t'i përgatis kiflet, ne shkojmë me recetën e shefit. Shefi do të gatuaj në teknologjinë moderne të Frigo Deluxe. Përshëndetje, unë jam shef grande prej Bex Affairs. Ja ku po takomi sot këtu tek Xheri, në majat e gjuhës. Për ju, sot kam përzgjedh me përgadit një recet diçka ndryshe prej Bex Affairs, në bazë të kërkesave dhe të rendit që u bo tash për vegetarian të cilët vetëm shkojnë të ju rrit numrin e shoqërinë tonë, edhe na, do më thonë, mundëm ju përgadit një recet diçka për vegetarianet. Sot kam përzgjedh me ju përgadit qofte me qiqrat dhe i hedhim në blender, qepën dhe karoten, i grim dhe i fërgojmë. Ideja e fërgesav që unë i kam përzgjedh sot, më thonë pse me i fërgu këto përime, është që qoftet me e pas një shije sa me afer pjekjeve të mishit, me pas një aromë të pjekjeve të mishit. Qepet hidhni gjithmonë si pas dëshires, jo shumë qep, vetëm sa për një aromë. Dhe kur gatuni me vaj ulliri, normal është një shije krejt ma ndryshe. Pasi kemi fërgu edhe qepet, në blender hedhim edhe një vez, dhe i përzijim, i blujim. Masa e qiqrave dhe e fërgesës që e bom, del pak ma e but. Vezen parmezanin i hedhim për me e lidh, dhe prezle mund t'i hedhni
për me forcu pak masën, që t'jetë më e lehtë për mu përdor, dhe më jep format e dëshiruara. Thonë dhe masa është gati, si për cilje qofteve, mund të vëzjedhim edhe me i fërgu disa brokoli. Pak e kongolesh. Tek vezet hedhim pak krip, si pas kërke dëshira. Biber të zi. Veç e fucni një vezë. Kështu. Brokullin e fërgojmë, po ashtu edhe kongolesha shkon e njëjta procedurë. Nuk kanë shumë nevojë të fërgohen. Kongolesha, sa për informacion, nasha shumë e dini, bën pjesë tek frutat, jo tek perimet. Kongolesha mund të konsumohet edhe si frut. Dhe është shumë e shishme. Edhe qoftet mund t'i lymë me vezë dhe me prizla si pas dëshires. Veza gjithmonë një bën dhe prizla ju ndihmon që për pos shijes kërcëlluese që kanë në fund ju ndihmon edhe me përdor më lehtë. Qoftë mund të bëni në forma të ndryshme. Mund të bëni vetëm me dorë, mund të bëni në formë adekuate ose në katërore, ashtu sikur do i bëjmë na tash. Në vezë. Direkt në tigan. Që shkojme të gjitha qoftet. Edhe produkti, do më thonë, është gati, pjata veç është e gatshme. Janë qofte vegetariane. I kam përgatitur vetëm për me i pa se si përgatiten. Këto nuk mund t'i gjeni për momentin Brexit, por se shpejti do e shëni. I bëf mirë. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Mua më iku pika ndërsa luje ende po qëndron. Mirë nga dhënjim, ti e rrit në Gjakov, edhe qabratin e keni pas kështu si në barë. Mrapa shtëpis. Mrapa shtëpis. Si ka qenë fëmijëria jote? Në atë kohë ka qenë ideale. Tash po e shoh se fëmijët tonë rriten para baneses, para në rrugë e tjera e tjera. Ne kemi pas qabratin edhe atje jemi marrë me gjithë farë sporti, me gjithë farë. Dhe shoqërimi ka qenë të rëzi. Domethënë ka qenë një zhvillim psikomotorik me të vërtet normal për atë kohë. Çka bajshit? Gjithçka. Çka përfshin ajo? Tu prej luftave gjerman me partizan, Vinetun, kemi lut Vinetun, Tarzani tu kthye nëpër druj. E mos të mandej futboll, basketboll e shumë gjëra tjera. Mirë, cili ka qenë viti kur ti vendose me shku te ura Drinit edhe me u hedh? Kom qenë 19 vjeçar. Po. Si fëmina në Gjakov gjithë kthejnë. Fillojnë prej 1 metre dhe shkojnë për pjetë. Edhe unë të shku ma lartë, nuk kom pas guxim me kësy shumë lartë. Po të shku ma lartë, fillova, ushtrojnë ka pak edhe gjimnastikë edhe me ato zhvillimin, po thëmë, psikofizik. Kur më rrina një lartësi, fillu njerës me më lavdu edhe kur thonë... Shapo këcesh e mirë. Po, kur thonë, të të lavdu të thejnë qafën, Nisën me më lavdu dhe nisa me hypë ma nartë edhe dikur thash pa fitu këtë trofe që kisha ndru gjithë jetën, me pas me këci prej urës, me pas me bo diçka si Skanderbeu si, po s'mundesh me bo. Dhe kur pas që më rrina një farë lartësie bukur të mirë, thash pse nuk e fitoj këtë trofe edhe kom hypë me këci. Ka qenë shumë vështirë. A u frikove?
Jam frigu bukur mirë, kam ndajt një gjysore atje të dash me këcy. A tu ka ndritë Po ju thash qysh jo. Unë gjithë ke prapanica për hekras, kishe qysh më u gjujt, se në altësimet vërtet e madhe. Sa metër Mirë po kisha dhe 20 metra është. 20. Dikun e më rinë shpejtësi 120 km në orë me ramje në ujë. Ti e hedhë me gjoks, në kokë, jo në kam. Po, jo në kam se kësha bëhe sa, po, me kry shit. Kry shit. Mirë pa jo ka qenë moment shumë i rëndësishëm në jetën time. Nuk e kësha bëhe me mend që mundet me qenë aq i rëndësishëm. Se kur vendos ti me u shkëput prej urës edhe me u gjujt poshtë, aty është lufta mes vetdijes edhe ndërdijes. Edhe ti me vetdije ja imponon ndërdijes me u gjujt. Aje do më thonë ti e ki vetë vetën në dorë. Do më thonë ti e kontrolon vetë vetën, nuk kontrolon ty prapanica. Ajo është një element shumë i rëndësishëm që mundohem ju tërgu të rive. Se ajo t'jep vetë besim andaj një jetë për edhe gjona tjera që më ka bo me qenë i suksesshëm edhe në profesion edhe në gjona tjera. Mirë. Sepse është vetë besimi në... Më thuaj, ajo periudhë, prej kur je shkëput, prej urës, e deri kur e ke prek ujin, atë kujtohet çka ke mendu në ato qaste? Aty nuk mendon. Kom provu, në altësimat vogla kom eksperimentu. Në ato raste kur hudhësh ti ki vetëm instiktin e mbijetesës. Edhe absolutikisht kur gjo nuk mendon rrugës, nuk mundesh me mendu, vetëm e kontrollon pozitën e trupit në ajër, që me ra qysh duhet. Vetëm, po. Nuk mendon kur gjo. Kom provu shumë herë, prej 12 metra dhe 15 metra, atë është në altësima vogël, mu isha me eksperimentu. Nuk mundesh me mendu, vetëm është mbijetesë. Fluturim mbijetesë. Pozita trupit. U hodhe në ujë, u fute në ujë, dole. Çka përjetove kur dole? Ajo është momenti veçantë. Mas pari të them që ajo ramja në ujë ka qenë shumë e fortë, se unë me njerë prej 13 metrave kom hypë në 20 metra dhe diferencën s'kom ujtë mi marrë me mend që është, ramja ka qenë e tmerrshme. është si torpedo mu gjujtë në ujë. Edhe mu ka ndërprej pak frimarja, Sa metër ke shku brenda? Nuk di, nuk shkojmë për mi 1,5 metër s'besoj që shkojmë ma fell. Po, mandej kur kom dalë, kom fillu me notu, edhe mu ka duk vetja që unë muj me majt planetën në dorë. A fillove mu fry pak? Po, se është mu krenu, është... Leqe, kretë Gjakova fol, ka këcy filoni. Më si ishin ato ditë për ty, masi që ke këcy? Dusha me hi anash këtu në ders, nuk në Ty u fry? A ishte knaqësi? Ka qenë, po, është knaqësi, është zakonshme mandej, se vetë kësimi është traumatik pak, po mandej do me thonja është e madhe. Aty të tregon që ti nuk je të can, që ti i vendosun, ki vetë besimin, shumë gjane e vërteton vetës një jetë, unë po thëmë, a em ka dhonë një vull bukur si të fort për ma vonë një jetë për... Ti ke këcy pastaj përsëri, por ato hera tjera nuk kanë qenë ashtë të rëndësishme si hera e parë. Normal. Mirë, çka të thanë shokët? A ke pas edhe shok që janë hedhë, pastaj apo jo? Rallë aty këtu ndonjë shok ka këcy, zakonisht këtheshin kom, vetëm një shok ka këcy, e jafër që kisha, Astrid Beqa ka qenë, edhe i këcet keme kry. Tjertë kërësisht në kom, po tjertë janë fascinu dhe s'kam besu që ti mund është me këcy, edhe të këshyrin edhe ata me sy tjetër mandej që... Mirë, 19 vjeç ke qenë kur ke këcy prej urës, por ti 19 vjeç apo 18 vjeç i regjistru në fakultet? Jo, 18. 18. Mirë, ti një hap shumë të rëndësishëm e ke ba një vit për para. Edhe e ke marrë një drejtim me cilin askush në familjen tënde nuk është marrë. Pse vendose me e marrë mjekësin, sidomos... Unë njërë thoshin që kam qenë shumë i talentuar muzikë dhe kam pas orientu ka muzika, profesor të muzikës. Ta tjertë në thoshin pse me shku ti në muzikë kur je në zanë si mirë. E ata të sportit thoshin ti gjuna është mësë me shku në sport.
Edhe unë njerë vendosa me shku në muzikë, po më ndaj u ftofa, u bon ashtu kompliku në punët. Më ndaj vendosa me shku në DIF, Fakultetin e Fiskulturës në Zagreb. I kisha gjitha normat i te i kalojsha, larg i te i kalojsha pja asaj çka kërkoj për provim pranus. Po them drejtën një djali Axhës, Bujardomit, këto ditë ka ndru jetë. Ngushëllime. Faleminderit. Ai më jep te kimi në gjimnazën, bindi thot ti gjënash të më shku ti tjetër ka dhe më bindi që s'paku ta zgjedhi stomatologjisë, se mjekësi nuk isha qef me pas punë me të smut. E në stomatologjisë zgjodha mandej kirurgjinë që kam bash punë me të smut edhe me onkologji, me po që kështu jeta. Mirë, kur vendose me shku në mjekësi, a ishte sfidë për vete ajo? Duheshe të leje Gjakovën, të vije në Prishtinë, të takoheshe me një botë tjetër. Ka qenë një traumë bukur e madhe, sepse baba më patlon 16 vjeçar. Tash kishim pensionin e babës, edhe ishte vllau jurist që punonte, edhe kisha një obligim shumë të madh mos po të dështojnë në fakultet. Ata po të shkollojnë, s'kom pas bursë vitin e parë, ata po më mbajnë, po më shkollojnë e tjera, dhe unë me dështu, them drejten kemi lexu aq shumë, kemi mësu aq shumë për vitin e parë që... Po ti e fitove bursën pastaj? Mande e fitova bursën, po. Dhe përfundove studimet me apat rekord, dhe ke vazhdu pastaj studimet postdiplomike. Kirurgjinë maksillofaciale dhe studimet postdiplomike krahas kanë qenë, po. Kur u punësove? 1984. Pas sa vitesh, do me thonë, pasi që ke diplomu? Jo, mas gati një viti, po. Jo, disa muajve, po. Disa muajsh. Dhe si tu duk pastaj praktika, se mirë thojnë po studion, por pastaj mësimi i vërtet është në praktik. Unë ju them, fillova më pranu në asistent në kirurgjinë maksillofaciale, aty kisha dëshirë. Edhe, them drejten ishte i lami krejt tjetër. Edhe ma vonë kom marrë të konkludimi dhe gjithmonë i thom, ne i thojmë fakultetit studimet. Në realitet studimi fillon kur fillon me punu. Ajo është arsimimi njerë, shkollimi. E studimi i real vazhdon tek kur fillon me punu. Gabimi maj madhe është e njerëzit kur mendon që tash e ka krye dhe tash s'ka mo. Bash atëherë duhesh me nis me studiu. Aty është çelësi i suksesit. Se ti faktikisht ki punën praktike edhe leximin, punën praktike, leximin dhe ashtu shkohet përpara. Edhe nëse je mjaft inteligjent që me qenë autokritik, që neve shqiptarëve na mungon mua ajo, se na gjithmonë ju lojmë fajin gjithmonë tjerëve. Unë kur se kom lënë fajin tjetër, ku gjithmonë i kom thonë vetit, pse më ka ndodhë kjo, qysh më ka ndodhë, qysh muj me bo ma mirë, qysh muj me përmisu, e vetë mja mënyrë me shku për para. Kom qenë shumë autokritik ndaj vetë vetës, edhe me siguri që ajo ka rezultu me përmisim të gabimeve. Në gaznim, edhe në dokumentare pam që praktikisht je kirurg maksillofacial, por praktikisht je i pari që e ke sjell implantologjin në Kosovë. Sa ishte sfid ajo në fillim? Tani më implantologjia në Kosovë i ka marrë kamt dhe... Po në fillim ka qenë mirë, po në fillim... si themi, një bauk i madh ka qenë në fillim. Se ka ekzistu me mendimi gjithmonë që organizmi nuk i pranon trupat e huj. Unë gjatë vitit 91 kom hasë në literaturë, ku kom gjetë një botë të re në shkencë, që se kemi ditë deri atëherë. Suedes kishin pas bo studimet veçanta, edhe në qenë më vonë, edhe njerëz e tjera për titaniumin, të cilin organizmi, le që nuk e gjunë, po përkundrazi e kap kocka. I thuhet oso integrimi kockës në titanium. Edhe aty mandi ka lind ideja për implantologji, për ortopedi, është material ideal të cilin organizmi e pranon shumë mirë dhe përdoret sot edhe në ortopedi edhe në implantologji. Të nisë prej asaj ide, mande kom fillu me lexu, u futa dikun ma thellë, edhe ne në gjatë viteve 90 kemi pas një kontakt edhe kemi vu një
bashkëpunim me King's College në Londër. Po? Atër kemi kërku që me më pranu atje për implantologji me shku me Sa u desht ata me ta kthy përgjigjen për me të pranu? Jo, shumë shpejt. Shumë shpejt. Shumë shpejt. Profesor Watson, përmes edhe Agim Islamit tu, komuniku me te, tha, je i mirë se ardhën në çdo kohë, e vetëmi probleme është që s'muj me të siguru konvikt edhe burs. Tha, jo, na po vim shpenzimet tona, veç. Edhe ata na pranun me njëherë, bile organizun që me shku dhe në spitale tjera që me pa sa ma shumë raste. Nuk muj pa përmend që anglest janë me të vërtet ma tepër se fisnik. Edhe kush e kupton çka është fisnikria, kush nuk e kupton vërtet, kishte mirë me shku të anglest. Por që gjithë bëjnë gara, pa pas kur farë levërdije, sa unë s'kam pagu shkollim atje as kur gjo. S'kam pas kur farë levërdije, por që bëjnë gara kush sillet ma mirë, e kush më mundohet me të ofru sa ma shumë djenie tjera, është shembull të cilin e kom përjetu unë. Një fisnikri që duhet me na shërby gjithë neve për shembull. Ka qenë një ndjenjë e jashtëzakonshme. Si u prit implantologjia atëherë në Kosovë? E di që kom pritur, Kur qysh? E di që kom pritur. Kur qyshit se ishte bindja, kur dhe profesorët e mi thonin që nuk e pranon organizmi trupin e huje, gjuni, implantin e tjera. Unë im dasht me zhvillu komajt ligjerata në përkrejt Kosovën, në vetë organizim me bindjer që ose integrimi vepran, është në botë sot punohet, e tjera. Cili ka qenë ka qenë problemi 94-ta. 94-ta. Te unë në 96-ën. Te unë në 96-ën e ke... Jo, 97-ën. 97-ën. 97-ën edhe unë ende e kam implantin e parë që e ka punu nga dhimi. Po, borë që se mirë mbahet, a i egziston. Do të rinë gjithë Do më thënë 97-ën, okej. Ka qenë një shumë vështirë me depërtu. Po pas luftës pas taj, kur edhe interneti u fut pak ma me... Kur u fut interneti atër veç njerëz kishin mundësi mu informu atjera, ishte muhabet tjetër. Te ti nga dhim ka shumë pacienta, apo të themi kështu njerëz në nevoj, jo vetëm për kirurgji maksilofaciale, sidomos këto operacionet e kancerit të ftyrës dhe të gjitha me ato që merreshti, por për implante nuk ke vetëm nga Kosova, ke nga Maqedonia, Malizi, Shqipëria, diaspora, por edhe të huaj që vinë Gjerman, vinë Anglez, vinë Zviceran, që nuk kanë të bëjnë fare me të jesh shqiptar. Të huajt janë zakonisht miq të shqiptarve, edhe ata kur folin shumë pozitivisht, edhe thotë shkoni se keni sigurt, e keni malirë, e keni kështu, atëherë ata binden me ardha se vini herë vizitojnë vendin, shohin seriozitetin e bisedës, të punës e tjera, e mandej vendosin me ardhë. Edhe me të vërtet, klinikën tonë ofrojmë shërbime larg ma eficiente, se në shumicën e ordinancave që kanë aty një ordinancë të vogël, në Absolutisht, edhe këtu kur vjen e cakton terminin i përfundon të gjitha gjërat, ndërsa atje duhet 2 muaj me prit, pastaj edhe 3 muaj me prit, pastaj për diçka tjetër edhe një muaj. Që ne kemi arrit me bo all in-house. Krejti kemi me laborator, me kirurgji, me protetik, me gjitha i kemi në një vend janë të koncentrume, është organizimi, ato nuk mundesh me gjetë në përëndim. Ato i duhet me qunë laborator tjetër, me punu, me apru, a i bjen, nuk i bjen problemet e ndryshme, a i kemi gjitha në klinik. Bile dhe planin kërë bojmë, i thirim edhe laboratorit teknikt, dentar i thirim që ta bojmë bashk planin, që shkishme në ra ma mirë, që shka është ma adekuate për pacientin e tjera. Jemi shumë ma serioze, ma komplet se në shumë vene. Ti praktikisht ke pas edhe 2 operime në shpinë për shkak se e ke punën në këtë pozicion. Sa të pengon kjo në punën tënde? Apo hiç?
tash nuk më pengon se kur kom pësu dalje në diskut, për shkak një gripi dhe lëshimit muskulaturës, në kollitje sipër ai dul disku për jashtë. Ajo ka qenë shenjë që unë nuk i kam forcu mjaft muskujt edhe prej punës madhe në pozitë pavolitshme ka dalë disku bukur mirë. Në atë kohë ke punu prej 8 deri në 8. Edhe s'kam mujt me i kushtu kujdes shumë ushtrimeve të shpinës e tjera. Ma vonë jam vetë disu, sot me ushtrimet e shpinës që i bon, me 2 intervenime që kom pas në diskët, njeni ka qenë kirurgji klasike, njeni ka qenë me laser. Sot unë bëj edhe kitesurf edhe skioj edhe gjitha, kështu mi thonë, njerëzve pak zemër mi thonë që aja nuk është kurfar pengese, se njerëzve mas shumë ti e sankcionojnë vetë vetën. Edhe autocenzura thojnë është aja ma keqja. Se i thotë unë nuk muj, unë jam operu, tash unë nuk banë e tjera. Jo, banë edhe mirë bile. Dua ta përmend edhe një fakt tjetër lidhur me autocenzurën, se ti ke kaluar edhe një operim mjaft të madh dhe me vetë dëshire ke bë operimin, mos e përmend një herë, me vetë dëshirë dhe sot nga Dhnim Domi është shembull se si ne në këtë moshë nuk duhet të heqim dorë nga aktivitetet sportive, nga ushtrimet, nga çdo gjë që të bën të ndjehesh mirë. Kur e ka kryer atë operim, s'kishte asnjë 4 muajve. Po, filloi skiimin, filloi kitesurfing. Thash, wow! Thash në rast se nga Dhnimi, thash e bën këtë, është mjek, e din fort të mirë se si mund të degradoj organizmi ose si mund të përparoj organizmi, atëherë çdo kush mund ta bëj. Unë kam takuar njerëz që e kanë pas të njëjtin operim dhe tash janë me shkop praktikisht se frigohen edhe 2 hapa me i qit jashtë shtëpisë. Autocenzurë. Ta tregojmë se çfarë operimi ke bë. Unë kom bë bypass preventiv. Sepse prindët e mi 2 kanë vdekur prej infarktit, gjyshim po ashtu e kom ditë edhe çdo libër që gjenetikisht ti mundesh me pas probleme. Edhe unë kom hyrë në ekzaminime, kom pa që kanë fillu, janë mbyll arteret koronare, ana majt sidomos. Edhe kom hyrë preventiv, kom bë intervenimin. E ke kërku vetë? Po, kam insistu me hyrë. Edhe bile kardiologu më thot, mire kitin që ose hinë tash ti po e zanë fundin e sezonës skimit. Dhe me të vërtet, operimin kom kryer në tetor, në fund shkurtit, unë kom qenë majt Alpeve në skia. Pse ka qenë preventiv, nuk e kom leju mu damtu muskulli i zemrës, se kom bo me ko, edhe si rezultat i saj, sot edhe skijoj edhe bëj kajt. Pse vendose në kajt? Për skijem e dim. Skimin e ke fillu prej fëminis. Në fillim ku ke shku, në Brezovica apo në Rugova, ku? Po, kemi shku dhe në Pej, ku që ishtë Bjelu, në Qabratën e në Gjakov. I keni bajt skijat kështu në kom, ose me gomar? Ne kemi fillu ma vonë edhe në Brezovice. E kajti ishte, në Ulqin i shifsha kajt të bo, edhe unë me dojshë që janë këta të hujt. Po, këta të hujt. Këta të hujt. Të vëndu turistat, kajt. Kur djali më thotha që jo mërë po mojnë trajnime, thash, jo, po mojnë trajnime për kajt. Thash, po se zvi unë me mësu? Sa vjeç ke qenë? 52 vjeqarë. Kur nuk është vonë të mësohet diçka e rej? 52-53. Kjo është shembull Edhe fantastik. Edhe hyna në kajt, bajta trajnimet me instruktorin, ka dal-dale, nuk u dorëzova. Edhe tash, jëmë bo bukur një farë kajteri, edhe me përvoj e tjera. I qëllimi ishte tash me skiju edhe verës, se verës pak handicap po rinë gjithë ditën nër qadër, pak po inë po në tonë, po prap nër qadër po dush mullë më ndajt. Kështu e zgjedha mënyrën qysh me skiju nuj. Dhe miqtë të nderuar, në këto qaste unë do të doja që të ndjekim disa sekuenca të xhiruara në mënyrë amatore prej familjarëve ose miqve të Nga Dhnimit,
disa nga skijimi dhe disa nga kitesurfing në Ulqin, se nuk e ndron, nga vnimi kush e di ku me shku, nuk e ndron Ulqinin për kitesurfing, se thot Handicap për familjen, po lipin me shku tjetër kajp, thëmë, ja. No! Mirë, po... Nuk po më shkohet tjetër ku. Shqyr që e ka meritën se thot, shkojme dhe në Ulqin, shkojme dhe tjetër ku. Ta ndjekim. Miqtë të nderuar, jemi duke biseduar me doktor Ngavnim Domin, por në këto qaste do të ndërprejmë pakës dhe të ndjekim një recet të Olës. Përshëndetje shikues të nderuar. Edhe sot, po e thamë që është sezoni spanakut, por unë po mendoj sezoni sepse është shumë i lirë, prandaj edhe sot do t'ju tregoj një recept me spanak. Kjo recept është e nanës time, është shumë recetë e vjetër dhe zakonisht nana na përgatiste për pranverë atëherë kur ishte mungesa e hekurit, kur ishin u deshke ushqimi pak ma i butë ose ma shumë vitamina se sa ai i dimri që ishte. Prandaj, unë sot do t'ju përgatis çorbën me spanak, për të cilën ju nevojitet. Gjysë kilogrami mish pule, çfarë do që të kënë, unë në këtë rast e kom marrë mishin e bardhë, e kom prej në kocka kështu. Pastaj ju nevojitet një gotë qumsht, një ve, nëse përgatitni me mish pulës, atëherë përdorni hudhre. Nëse mishi është i viçit, atëherë përdorni merrni një qep. Dhe një lugë miell, biber të kuq, biber zi, kryp dhe fillojmë me përgatitjen. Unë ju kisha preferu që këtë çorbë ta bëni me vaj ulliri, pasi është pranverore, është të shëndetshme me spanak, prandaj ju kisha preferu ta bëni me vaj ulliri, por keni kujdes kur përgatisni kështu me vaj ulliri, nuk guxoni me lon me u djeg. Prandaj shpejt të shpejt ja veni hudhrën ose qepin cilën e keni. Dhe si të fillojnë fluskat e para, dhe si të ndini aromen e hudrës, atër mene herë veni mishin. Dhe mishin, kështu, e përgoni dikun për një 5 deri në 7 minuta. I veni pak kryp, auronis kishte qenë mirë, është kryp e trash, por në paketimin që e ka, na mundson me bzu dhe është shumë e shëndetshme. Hajde ashtu në pak super të zi. E unë në pak temperaturën dhe e leni të skuqet për një 5 deri në 6 minuta. Tani mishi është skuq mjaft dhe ja shtojmë një lugë miell. Një lugë plot spec të kuqe. Jo shumë, sa zakonisht për çorba tjera, por sa për m'ia dhënë pak në ngjyrë. Do të thonë jo shumë. Dhe gjithë kësaj thash, ja shtoj 1 litër ujë. Zakonisht kur shtojmë ujë në çorbë ose në tavë ose kudo që të shtojmë. Nëse shtoni ujin e nxehtë, do të thonë kjo është një këshill nga unë, atëherë gjella nuk do ta ketë shijen ose aromen atyne përbërësave që ka. Pra, nëse dëshironi ta mbani aromen gjithmonë të përbërësave të cila e ka ajo recet, atëherë i veni ujë të ftoftë. Pra, nëse veni ujë të nxehtë
atëherë e hupa këtë aromen dhe atë shijen që ka. Prandaj preferohet zakonisht t'i shtohet gjellës ujë i ftoftë. Dhe tash, kur fillon të vlon kjo, ja shtoni spanakun. Edhe tash, uji ka fillu me u vlu dhe tash ja shtojmë spanakun. Një qopë pranverore, të cilët zakonisht preferohet për fëmijë shumë e mirë, sepse përmban shumë hekur, prandaj është mirë ta përgatisni. Në fakt, nëse muneni kështu si është, tash, zakonisht pi preferojnë trit ma shumë këto krem supat, edhe pse është mishi, vetëm dhe që nuk është me kocka, mishi pullës e servishit, thjesht mundeni tash për shembull me fut një blender dhe me bo ashtu krem sup që i ka të gjitha. Por, është edhe kjo mënyra e vjetër, unë po ju tregoj një recept shumë të vjetër nga nana ime, kështu që mund të gjedhni, ose ta bëni krem sup, ose ta përdorni kështu si është si recetë. Dhe tash ti presim derisa të vlon kjo, dhe pasi që të vlon 5 minuta kështu, me spanak edhe me ujë të mishit, atëherë përgatisim edhe kremen ose salcën e fundit të cilët duhet mjashtu. Atëherë merrni një gotë qumsht, ja theni një ve, pak kryp, të uroni tama ose mundeni ta urën të qit një kryp të Himalajeve, dhe thot ta bojmë taman një qurtë të shëndetshme. Tash e ullim pak temperaturën, kjo floj, dhe e lojmë kështu të zihet në temperaturë të ullt 5 minuta. Zakonisht nëse doni për mos me ju guftë të nxjerrja ose çka do që zini, zakonisht për të meloriz është e mirë, atëherë gjithmonë e veni lugën kështu, dhe kur mos u frigoni që do të dalë mbi të nxjerrë ajo që përgatisni. I përzim këto mirë, një ve, dhe pasi që të bëhet 5 minuta që zihen kjo, ja shtojmë, e lojmë edhe 2-3 minuta bashkarisht ose e nalim krejt dhe e lojmë ashtu në vete të zihet për një 5 minuta. Edhe tash mundemi me përgatit pak edhe kuzhinë për ta prezentuar çorbën pranverore. Normal me letrën bora, e cila gjithmonë është prandurve tona në kuzhinë. Dhe tash u bo 5 minuta që u zinë këto bashkë dhe ja shtojmë qumshtin me ve. Dhe çorba është e gatshme. E ndalim temperaturën minimum, e mbulojmë me kapak dhe e lojmë të zihet kështu në vete 5 minuta. Dhe shikues të nderuar, tashti çorba është e gatshme dhe mund ta servojmë. Ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Dhe bashkë, derisa po presim me u zi kjo, kameramani po më pyet, po thëta kisha pas dëshirë m'ja bo vajzës time. Po, nëse nuk duan fëmijët kështu, si është me copat e spanakut, atëherë lirisht në këtë rast në fund e veni blenderin dhe ajo bëhet një supë shumë e mirë edhe për fëmijët, që zakonisht edhe preferohet për fëmijët. Prandaj, po e servojmë. Dhe ja, shikues të nderuar, një supë pranverore shumë e mirë me spanak, mund ta shërbeni për fëmijët e juaj, mund të shërbeni edhe për ju, pa nëse është për tritur, atëherë lirisht mundeni mjashtu pak spec të djegës, kështu të thatë, të grimcuar, e cila e plotëson atë normën komplet. Dhe
Shikues të nderuar, unë me këtë qovë të vjetër të mirë të nanës time ju përshëndes duke ju uruar gjatë të mira. E mora letrën në dorë që të përkujtohem naj pyetje që e kom shkru kështu të mendshme për gabnimin, edhe a mundeni me paramendu që çka kom shkru. Meritën në shtëpi, meritën në punë. Si është të punosh me gruan? Gjumin se përmende? Edhe gjumin! Si është me pas 24 orë me vete? Nuk është keq qysh mendoj njerëz. Nuk është keq. O mirë, shumë mirë. Në punë shumë pak e shoh. Po, Na bjen mu taku veç kështu. në korridor. Po, mirë është se kini farë sigurie, kini farë mbështetje, nuk kam nevojë me mendu, unë faktikisht në punë mendoj vetëm për gjërat e mjekësisë. Gjërat tjera i ka merita edhe djali cili mirët me menaxhim aty edhe unë nuk qaj kokën për kështu që me qenë dikush tjetër me siguri që dush me baj dert mos po bën diçka, mos ashtu, mos kështu e tjera, kështu. Je shumë rahat. Po, jam shumë rahat. Merita shumë mire ka përvetësu, pavarësisht që ajo ka kryer anglishten, shumë mire ka përvetësu edhe pozicionin e menaxhuesës, edhe e di që ta ka lehtësu barën shumë. Normal. Dhe kur mendon kështu, ne tani bashkarisht jemi në një moshë kur thuhet që ndoshta duhet të ngadalsohet tempoja e punës. Në të vërtet, tek doktor Ngavnjimdomi dhe bashkëshortja djali është i ri, of course, s'ka nevojë me ngadalsu, por nuk vrehet ai ngadalsim. Bile të themi kështu që është fut turbo dhe tani po ndërton spitalin. Po, jemi të ngritë edhe një... Dhe çka do të arrini me atë? Po, zhvillohi ma shumë. Çka do të arrini me atë? Me atë, do të kthejmë se me ligj na pa të ndaluar anëzionin përgjithshëm në klinikë, dhe unë jam detyruar me shku me dalë në tezga me kryu operacionet e anëzionit përgjithshëm në për spitale tjera. E lën pacienti kthehesh e tjera, dhe unë deshta me kthy komoditetin. Masi edhe vajza ka marrë kirurgjinë maksillofaciale, thash pse mos t'i bojmë kushtet tash me avancu në spital special. Po. Kliniken që me fitu drejten me i bo dhe operacionet e mëdha këto në anëzion përgjithshëm në klinikë. Ky ishte qëllimi. Mandej aty normal që do të bashkunojmë edhe me lami tjera, sepse na imponohet se nuk mundemi me i shfrytzu gjitha vetë. Për shtetin është mirë se po zhvillojnë biznisin, kanë mu hapë vende të reja të punës, tatime paguen të gjitha tjera, s'di sa na din shteti neve, se deri tash gjithmonë na kanë konsideru si armiq. Na po mendojmë që na jemi mish ata që jemi të kryu, se unë tash për tash i kemi një 30 punësum, edhe nuk di sa kanë marrë nalt, ala tjere, po na po mendojmë që jemi të zhvillu. Besoj që jemi të bo zhvillim dhe jemi të bo avancim edhe përmirësim të kushteve dhe gjitha tjera. Kur mendoni që spitali do t'jetë gati? Po besoj ka fundi marsit, prilli do t'jetë gati. Jemi ala në fazat përfundimtare. Fazat përfundimtare janë disa punimi, janë të montu liftin, të bo disa gjana kështu. Shumë bukur. Ngavnim ti ke pas rastin edhe në të vërtet shumë profesor tu, jo vetëm në King's College, po edhe në vende tjera ku ke specializu, të kanë ofru vende pune në ato vende, si në Angli, në Gjermani dhe në vende tjera. Në Beograd. Edhe në Beograd. Por, ti gjithmonë ke thanë unë do të kthehem në Kosovë. Pse ke dasht me jetu në Kosovë? Pse ke dasht në Kosovë me ardhë? Pse mendoj që jeta në vendin tënë është ma e mira. Mësë pari ti materialisht nuk është që me siguri që kishim me fitu shumë ma shumë me pas dal jashtë e tjera, po jeta materiale nuk ka kurfar vlerën që se ti nuk e ki shoqërin. Unë mirë edhe me sport edhe me muzikë. Shka drejqin ka me lypun atje?
Unë edhe shoh kolegët e mi që jetojnë jashtë vendit që ju ka imponu me shku me u punësu e tjera, ata kanë vujtje të madhe mu për shkak mungesës socializimit. Po. Edhe unë kom mendu që nuk e vlen me shku tjetër kund. Pse me shku tjetër kund? Mas pari, pse me shku me hi une me punu në ndonjë klinik kur muj me botimen. S'dyti shoqërinë e ki, jem mësu me këtë stil tjetës. Familjen, të gjitha. Familjen, gjitha vllai kema. Unë mendoj që kvaliteti i jetës është më i mirë këtu te ne se me pas shku. Kudo që kom shku për jashtë, e kom pyet veten a kisha me jetu, kom thonë ja. Okej, ti atëherë nuk e ke ditë çfarë do ta kesh kvalitetin e jetës. Njeriu është marrë rëndësishme, është Erich Fromm thot, njeriu është qenie sociale. Edhe krejt që më shumë t'i vyn është socializimi. Këto tjera mandej plotësuese anësore, shumë bukur. Tash në përgjigjen e vetë përmendi ngavnjimi edhe muzikën, edhe instrumentet e veta. Unë do të dëshiroja në këtë çast ta ndëgjoja një pikë muzikore, zgjidh violinën apo harmonikën. Hajde po filloj me harmonikën. Okej. Harmonikën. Miq të nderuar, e ndoqëm ngavnjimin në harmonik dhe mund të them që ngavnjimi gjithmonë në ndejat familjare është i palodhshëm, nuk priton edhe mas ditës punës bile nuk priton të ulet ose në piano, të themi kështu, ose ta marr violinën ose harmonikën. Harmonikën e don shumë, por violinën e ka diqysh si mretnesh. Kom instrument primar, po për qef, ma me qef i bje harmonike, se është një orkestrë e tanë. Violina është pak e thatë vetëm, edhe teknikisht është shumë ma vështirë. Por me gjitha atës, ty të njofin shumë mirë edhe si violinist. Po, si violinist. Ke qenë edhe në shoqërinë kulturore artistike Ramis Sadiku atëherë, dhe ka qenë një solist fantastik në violin. Mirë po, tani është radha për SMS-in pazarar. Unë do të ta dërgoj ty një SMS pazarar. Ti i a dërgon kujt të duash, po 5 miqve duhet t'i a dërgosh, prej të cilve mendon se do të marrësh përgjigje. Veç pak, ti qes që to syzat e optikës Simoni, po, edhe ta gjej ngavnjimin, opa, mos e shiko, se çfarë thot mesazhi, vetëm bëje copy and paste, edhe na trego se kujt do t'ja dërgosh.
Miq të nderuar, derisa ngadhnimi po i përzgjedh miqtë e vet se kujt do t'ja dërgoj SMS-in pazarar dhe para se të shkojmë tek 5 pyetjet në kajmak, unë po qohem, po e lo ngadhnimin këtu me SMS-in edhe me kafen e Vilvetës dhe po shkoj tek Merita ta shohim se çfarë do të na përgatis Merita sot që të hajmë. Miq të nderuar, e lash ngadhnimin atje vetë të pi kafen, ndërsa që nushat po na luajn atje. Unë erdha me Meritën për shkak se Merita do të gatuaj sot kifle. Unë i quaj kiflet e Meritës dhe sa herë që të mblidhemi, i them Meritës pregaditi kiflet, të lutem, dhe asgjë tjetër se i ka fantastike. E unë brumnat i du shumë, jam tërpjaj ke brumnave, për shumë pritoj mi gatu. Kështu që Merita, kiflet e tuja, po e ndonë recetën? Po, hajde po filloj, ha? Po, pa Mundem me tjetër. fillu. Si fillim, i marim 3 vezë. Do të thot 3 vezë për kiflet e Meritës, ta mësoj edhe në recetën. Shumë jam dhe me licë me mësu recetave që... Adin, kur qëllon Merita për rrugë, duhet mi bo vetë. Një lugë kryp, një lugë të mesme kryp, Okej, një lugë të mesme kryp. një lugë të madhe sheqer. Na duhet 1 litër qumsht. Okej, unë e po largohem pak, ti e ke për parsën ton. Po, Unë e po largohem, se do të vazhdoj bisedën me ngadhnimin, natyrisht. I kemi la ngadhnimin atje ty pi kafe gjysë gote Vilveta. vaj. Gjysëm gote vaj. Edhe natyrisht Kjo është armbuke, farmbuke. ose qysh i thojnë grotë këfasat. Po, është armbuke. Do me thonë maja. Mjellin kadale, a do në me ta qitu në Kadal-kadale, po. mjellin? Po ta qes mjellin unë kadale, Dhe i sa ta përzi une. po ndërsa ti e përzin, po ta qes me luk? Po. E ki ma letë shtu? Me më pas Merita mu në shpit vetë që shtu ma shpesh i kish bo. A të nimon kush me i bo? Jo, vëlla, jo, Jo. gjithmonë vetë. Tash mund është me thonë një herë më ka një mu gjeri, ma ka qitë do milë. A e qesim krejt? Po, Do me thonë 1 kilogram mjellë. 1 kilogram një. Qes mo? Ja, ja. Okej. Tash pak për marrë me dorë. Sa duhesh kështu me e mytë? Drejsa të barazohet krejt Brumit të brumit. bëhet i një trajtshëm. Një trajtshëm, po. Qaj gati është tash. Dhe sa duhet ta lëm këtë? Një 20 minuta deri 1 orë. 20 minuta deri 1 orë, ndërsa miq të nderuar, Merita ulet edhe e pin një kafe të Vilvetës. Une po vazhdoj bisedën me ngadhnimin tani do të vazhdoj me 5 në kajmak në pyetjet me spec të Ben Apollonit. Mesazhit të cilin ngadhnimi ja ka dërguar 5 miqve të vet tingëllon kështu. Më kanë thirrë në një garë për kitesurf, por si e mora vesh kryesisht janë femra. Merita nuk po mundet me ardh, apo vjen me mu se krejt i ketë pagume. Vesh mos më lën vetë me gjithë ato femna aty. A thu, kujt ja ke dërgu tani SMS-at? Disa shokve, me disa Cilve? që pi kafe në mëngjes, disa tjerë që i ka ma të afërt. Po ata, Shohim çfarë përgjigje. ta shohim. Shohim kush është shok i vërtet. Dhe kush të shpëton? Edhe kush guxon, kush do trim edhe kush është shok i vërtet. Që vjen me të një mu. Derisa ti presim me SMS-at e shokëve të ngadhnimit, ne fillojmë me 5 në kajmak. Këto janë pyetjet që i pregadit Ben Apolloni, regjisori jon, producenti kreativ të themi kështu, artistik.
Zakonisht I bën pak me spec. Filloja nga një pyetje prej secilit kavanos të Çelçit. A është më I vështirë një operacion maksilofacial apo përpjekja për të mos qesh kur pacientët të pyesin nëse mund t'u ndryshesh dhëmbët, si të Hollywoodit, me buxhetin e një samuni me suxhuk? A çka është më vështirë nga mirë? Kjo dyta. Normal që pyetja mas pari si në Hollywood nuk I bojmë, se ne mundohemi ja përshtat pacientit bas karakteristikave që I ka, edhe kjo një tjetra bilosh shumë djekse është, me buxhetin e një samuni me suxhuk, kjo s'vjen konsiderim hiç. Hajde shkojmë me pyetjen e dytë, po. Nuk ka asnjë punë që kryhet sa një samun me suxhuk. Po, me një 10 samuna me suxhuk. Edhe të samuna bën diçka. Një kontroll, po. Një samun me suxhuk. Merita I bën edhe samunat me suxhuk. Ajo unë pastaj. Qtash më ka kujtu, s'di pse si kom thonë bëni samunat me suxhuk, se I bën fantastik. Hajde, ta shohim. Që njeni prej shokëve veç po thirrë ka marrë shumë seriozisht. Thire qite në interfon, thire, lene pyetjen njerë. Ja. Thire, lene. Në interfon. Ismail. A të pëlqej oferta? Po ma mira, po përna I gara, I ki për me. Jo mërë për një me, po qëfar të konkursi ke? Unë konkurova? Ku edhe kur? Tash ato detalet unë ti tregoj në ditë tjetër. Nëse kryesorja ti s'ki me pagu pare, unë kam I pagu kret. Veç aje I zoti me mbo shoshni me tonë ato femra burë, se vetëm unë çka bëj vetëm aty. Jo mëre veç duhet me ditë ditën, se aty që t'javën që përgjene kam një kuvent federatës, duhet me ditë. Ja, kjo për maj është, mësë mërzit. Derisa të fillojnë erënat, se njerë kajtë surf ku, ka dale. Okej, në Po, e temperat tamon. Sa është e një ditë, 2-3, qësh është puna? Jo, një 3 ditë po, se gare e sapi po. Edhe, besoj që Rusia të lëshon. Nuk I kam atë të nashë, po. Po një të vala. Të vala po të bon gjeri, se jemi në emision të. Nuk ki me shku në maj me gjitha të Nuk ki me ferna. shku më së tot. Falemderit shumë për telefonatën. Okej. Shkojmë tani me pyetjen. E morëm përgjigjen e parë. Ismaili është I gatshëm me shku me gjitha ato femna me ngavnimin, me shpëtu ngavnimin. Po, me ndimu. Me më shpëtu, po. Me ndimu. Je kirurg maksilofacial, por edhe kirurg I kirurgjisë estetike, çka kishe ndryshuar në fytyrën e Xherit? Kom e të vra! Qërë më në ftyrën si loqke kom. Qa kishe ndryshu? Ja, tash ti si profesionist, qa kishe ndryshu? Vetëmja gjanë që të vynë është kjo pjesa duhet të ngritet pak. Po, Nën mjekër. po, tjetër. Tjetër gati që s'ke nevoj. Qito pak? Do ruza. Ja, Qito mirë ki, hala. Hala I kom mirë? Hala është mirë, po. Këto si e kishe hek për shembull? Fatkesisht kam mundësi të ndryshme me tërheqje me pej, po edhe kirurgjikisht. Po kur ka mast më të madhe dhjamore nuk ka mundësi me pej. Do me thonë vetëm kirurgjikisht. Me hynjë edhe me shkrimje me laser, prap metet lëkura, varrën e tjera. Ka njerë suksesi më I miri, por është me kirurgji. Largimi I lëkurës edhe dhjamit. Ku e pren? Në mjekër. A dallohet? Nuk dallohet shumë. Nuk dallohet shumë, apo nuk dallohet hiç? Po është e mshefun faktikisht, bëhet në pjesë të mshehur edhe... Kur pe caktojmë ngavnim? Qofse zgat, ke qënë kryt shumë... Ngavnim kur pe caktojmë, se po du mu duk pak ma e re, pak ma e mirë. Atër, ato... Meritën e vetë. Me drejtoreshën kom. Drejtoreshën. Okej. Ata kanë orarin. Shkojmë me pyetjen tjetër, për ndryshe ftyrën e kisha tamam. Shumë mirë.
cila ka qenë pyetja më palidhe që të ka shtruar ndonjëherë ndonjë pacient. Unë e kom vrejtë dhe kemi si vrejtje, përgjithësi si populli joni, interesant, ne nuk e vejmë qëllimin për para, edhe mandej me bo rrugtimin qysh me mritë qëllimi. Pa ditë qëllimi gjithmonë të vesin, diçka i thëmë, qysh është e mundën me të përgjegjën në pytje, hala pa ma boti pytjen. Se të pyt diçka që s'ka lidhje me... As nuk din me të regu qka është ka dënë, as pse po dënë, as qysh po dënë, po të vetë, sa më kushton mu kjo për shamë, qka? Qëtë është kërësisht pytja në palidhje, kur nuk din njerës të... Qka dojnë? Qka dojnë, e të pyt, qka me bo? A më stëm edhe ma keq që ka njerë i spjegoj një gjysore, edhe kur del jashtë të kërgjosën, tha. Që kjo është shumë e fortë. Po. Gjysore mi folë edhe mos me të parë vesh. Le, po sot kemi mundësi të ilustrimit edhe të simulimit të situatave dhe në radiografi e tjera, i qëtë e vizaton implantin për shemëll, i përcakton kandet e tjera, e shpjegon, bukur shoh duket mirë aty dhe ti humb një kohë bukur të madhe dhe thot kur gjohë së më tha valla. Së më tha. Se s'ka kuptu kur gjohë. Je shkolluar në Gjakov, Prishtinë, Beograd, Londër, në cilin qytet ke zënë mas shumë t'i femna. Po mirë bra, jem shku në shkollim, a jem shku me zonë femna atje. Kjo shkon diqysh si bara, se djali ke qenë. Kishtë thonë ki jetu Gjakov, Prishtinë, po kështu je shkollu, po një më shku mu shkollu vla, si më shku me zonë femna atje. Mës na ik përgjigjesh. Ha? Mës na ik përgjigjes. Gjakov, Prishtinë, tjetër? Gjakov im koni vogël, ma ndem Prishtinë mas shumë tim. Beograd e Londër, aty kom mësu, prej ma kom mësu. Do me thonë Aty Prishtinë. seriozisht kom mësu, kom ledzu. Në Prishtinë, s'po të pysim këtë, qka e tek? Ja, ma të. Ja. Punë zakonshme të rinis. Edhe mës na shë merita. Se mas e thot. Jo më ridini, kom të regu. S'kemi më shef. Edhe pytja e fundit, beno qa ke ditë ti me ba? Si është jesh doktori i ftyrës në një botë ku shumica njerëzve jenë të paftyrë? Kjo është pytje. Shpesh pyt në ka njëherë, kur edhe këshyri pacientin e thëmë, qka pi vynë këti ftyra kur s'ka tru, vla? Ja e ka 2 ftyra, ja 3 ftyra, qka pi vynë me regullu kur... Pa lidhje. Thëmë truni kërka se pas, ka se pi pytjive që ti bone ato këto, e për të mi nërësh ftyrën, që për të vi ftyra, vla, kur se ki trunin. O shumë problem. Se në bas pytje që është shtru, ta mon e bën planin për një ftyrë, kur të mërë me një operacion e del ftyrë tjetër, mas tej. Mandej, hajde në zerë për jashtë, del ftyrë tjetër, edhe kjo me shumë ftyra është shumë problem. Edhe kur nuk e din rezultatin, qëfar e ka me dalë. Mas mirë e ki mos më marrë me ta. Me personin. Mas mirë është mos më marrë me personin. Me ata që jenë shumë ftyrë, sa ma mirë mos më marrë me ta hish. Se s'del rezultati mirë, sigur nuk del mirë. Kur nuk del rezultati mirë. Miq të nderuar, këtu ne i përfunduam edhe pyetjet 5 në kajmak, e morëm vetëm një përgjigje, ta shojmë atë ka ardhur edhe ndonjë SMS, ndonjë përgjigje prej miqve tu? Kolega i punës edhe kolega dhe shoku i punës, veç po kesh, veç po vetë kur, do më thonë kjo është i gatshëm. Cili është kjo Skenderia? Skenderi, po. Okej. Tjetër? Fatos Salemi Gjiqi, po thot, korabi garant vjen, thot, se dhe me konë zgudzoj. Zgudzoj. Nuk e lën Lorinda. Kjo është djali Hallës, po që ko ma shumë shok se djali Hallës, kushtrimi, thot, daj me gjithë qevesh jam me grip. Kur është? Thot, pa që të pres me kalu gripin. Tash me ndonë Fatos i thot, i mjeri une që s'puj me ardhë. Dani për thot,
Me rearbrin ma si pas ka femna. Okej, morëm përgjigje. Nuk pishtjellojmë. Nuk pishtjellojmë fare, por shumë mesazhet bukra pas ke marrë. A thojnë, kushja kona i dek nona. Po bashkë. Tash e se rrezikon njëri. Faleminderit shumë për përgjigjet që ja dhatë nga dhënimit ju natyrisht. Nuk ua merr mendja që nga dhënimi bën hajgare, edhe pse bën hajgare, ka shumë sens të humorit, të cilin sot vetëm pak na e ka zbulu, po, për ndryshe ka sensin fantastik të humorit, dhe miqtë vetë në këtë SMS e ka ndalu pak, por jo shumë, pra ndaj se të Fatosit e kishte ditë, bëhet fjalë për Fatos Saliamigjiqin, të kishte ditë që ky po tallet, ai e kishte ditë referat me i shkru. Jo, u tallë dhe ai, tha dhe me rekoropi vjen gjithçysh, sigurisht. Në këto çaste miq të nderuar është mirë ta shohim se çfarë do të na përgatis Rudi. Përshëndetje miq të dashur, mirë se erdhët edhe këtë diel në muaj gjus me Gjerin. Ne sot do ta përgatisim një rollat me pandispanjë të çokoladës, si dhe krem vanile dhe fruta. Unë frutat i kam vendos për me vlu, i kam marrë frutat e malit të ngrira, i kam vendos që të marrin val, ndërsa ne do të fillojmë me përgatitjen e pandispanjës. Fillimisht i vendosim vezët, 3 vezë, borrat tona të dashura. Magjia në kuzhinë. Kështu që e pastrojmë hapësirën. Për pandispanjë i vendosim sasinë e sheqerit. Milotin e kemi mbrapa kamera duke vallëzuar dhe duke kënduar, kështu që kemi një atmosferë mjaft të mirë këtu. Gjatë xhirimit, edhe pse nuk do të na serioza, s'po kthej s'po knaj. Mirë, po mbrapa kamerave është si darsëm. Pandispanja është e gatshme. Kështu që si gjithmonë, ëmbëlsirat janë shumë të mira, shumë të shëndetshme, mirë, po pastaj gjithmonë na vjen me shku te medikadenti. Se jo gjithmonë, jo, veç me bove na qilluna i kikireka, në diçka me na i lëndu dhëmbin, se për ndryshe jo. Edhe pse tek fëmijët, kur konsumohet sasi e madhe e sheqerit, pastaj dhëmbët, gjithmonë na prishën, kështu që i kemi mielin, sheqer, vezë dhe kakao. Të cilat do t'i përzim me shpatull dhe derisa të pjekët në 180 gradë për 20 minuta. Unë paraprakisht e kam lshu furrën me unë ze, kështu që tani vetëm e vendosim në letër për pjekje petën edhe e vendosim për pjekje. Nëse dëshironi që peta me u bo me u fry ma shumë, atëherë mundeni me i shtu edhe pluhur për pjekje. Dhe jam miq të dashur. Ne po e vendosim për pjekje, derisa të pjeket kjo, unë kam e vazhdu me përgatit kremën e vanilës që e përdorim për rollata dhe një sasi të frutave. Kto e kemi pluhurin e kremës së vanilës, që është kremë e vanilës e gatshme. Kështu që i vendosim një sasi. Në këto gota, unë kom vendos në njërën pana, ndërsa në tjetrën qumsht. Kështu që i vendosim sasinë e panës, ndërsa qumshtin shkojmë të jashtu gradualisht, derisa na bët masa dhe trashësia e kremës ashtu siç na duhet neve. Sa i përket qumshtit çfarë dëshironi me përdor, tek ëmbëlsirat, qumshti që ka sasi të yndyrës më të lartë gjithmonë është më i mirë. Miq të dashur, pandispanja është pjekur, unë po e rrafshoj pak në njënën anë, si dhe e bëjmë në formë më të rrikull kasore. Vendosim kremën e vanilës.
e rrafshojmë në krejt sipërfaqen e pandisponjes. Kremën mundeni me e rujt në frigorifer dhe me përdor për ëmbëlsira tjera deri në 24 orë. Marrim një sasi të frutave. Dhe gradualisht fillojmë me e pështjellë rollatin, se shtyva unë pjesën, po mduket që ma letë e kam paletë pjekën jasë me pështjellë, dhe derisa të filloj me e thy. Për ndryshe në shpe mundeni në një leckë të pastër me vendos të rrituar, jo shumë të lagur, me vendos për sipër. Dhe kështu e formoj rollatin. Dhe tash, çka do të bëj sipër, është që disa fruta në dollën, e marrim pjesën e kremës, i mbyllojmë ansuret, në të dyja anët, ndërsa me pjesën tjetër të mbetur të kremës, ne do ta bëjmë një dekar vetëm t'i pastrukturt, dhe ta marrim një qesën e pasliçerisë në formë që e kemi. Kështu, do ja vendosim një sasi të kremës për sipër rollatit. Nëse veç dëshironi, mundeni rollatin me e lyj komplet me kremën e vanilës që e kemi përgatit. Sa kthej në anën tjetër që më po se kjo është pjesa ku është mbullu. Kështu, unë këtu tash e rrafshoj një sasi të vogël të kremës dhe këtu ku është qafë pjesa e mbuloj me kremë. Marrim si dhe frutat që cilat kemi përgatit dhe vendosim si dekor në mes. Nëse dëshironi mundeni me i vendos edhe frutat të freskëta. Unë e vendosa në këtë dros, derisa të prej, pastaj kena me vendos në një dros më dekorative, si dhe do ta marrim edhe një pjatë ku do ta vendosim pastaj për me e ngrënë, pasi që është fantastike. Dhe jam i shtemi të dashur një rollat fantastik me një shije freskuse si dhe mjaft e shijshme. Mos e leni pa e provu. Mos harroni me na ndjek në kanalin ton të YouTube-it Muaj Gjus me Gjeri. Mirupafshim në emisionin Rradhës. Tash brumi ka ardhur, edhe fillojmë me përgatitjen e kifleve. Parafërsisht është mirë me i bën një 9 kuleq, nga 3, edhe i rumbullaksojmë këtu. Tash filloj me i hap kuleqt, zakonisht nga 3. Këtu. Tash vazhdojmë me palosjen. Qesim pak vaj ose maslac, buter. Shkojmë me petën tjetër. Edhe peta e tretë. Mbushjen këtu e kemi me djath edhe vezë. Edhe pak kajmak ose pavllak ose çka do që të qëllon. Në 2 skaje vejmë. Edhe mandej vazhdojmë me palosje. Shkon kështu. Kjo vjen këtu. Kështu edhe e prejmë. Tash i vendosim në tepsi. Tepsia së pari duhet të lyhet me buter. Edhe këto i vendosim në këtë mënyrë.
Radhitja është kry. Tash e lojmë edhe 20 minuta në tepsi me ardë brumi, edhe pastaj e fusim në furrë. E lejmë në temperaturë 200 gradë për 20 minuta. Edhe kiflet janë gati pastaj. Këto janë kiflet e mia, besoj që do t'ju pëlqejnë. Edhe fëmijët sot do ta kenë recetën e vet nga Mama Deus. Të dashur miq, përshëndetje. Po takohemi sot për të bërë një mëngjes shumë të shijshëm edhe shumë interesant. Unë e kam pa para një kohe Ola në këtu në emision e pa të bo një recet, një sendviq i ngratë me vezë. Edhe unë e diçka të ngjajshëm e kam, po një tjetër verzion i sendviqit të ngratë me vezë. Është sendviq i cili në fakt është buk me vezë, ajo buka me vezë që na ka shoqëruar gjithmonë në mëngjeset e fëmijërisë, e besa edhe vajza ime në kopsht është në menyu të kopshtit saj. Kështu që unë sot e kam një verzion, do thot, të sendviqit Olës edhe të bukës me vezë të kopshtit Junës, kombinim sendviqi ideës. I marim 2 copa bukë, 1 copë djath kaçkavall, 1 copë unë kam përzgjedh përshut pule të tymosur. E në gjymë, që kish me thonë gjyshja jeme ndjes pas në gjyje në unë, në vo, edhe fërgaje. Pra, miq të dashur, kjo është një ide shumë e mirë, e shijshme me plot proteina për mëngjes, të cilën unë shumë shpesh ja përgatis vajzave të mia, por me që jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, ju që agjeroni, është një ide shumë e mirë për syfër, pikërisht për atë që përmenda edhe më herët, për shkak se është full me proteina dhe me vlera ushqyese që do t'ju mbaj të ngopur për gjatë. E madje mundeni me përgatit edhe më herët edhe me lanë në frigorifer. Për shembull, unë këtu i kam mbështjellëset e finos, këtu e kam që foljen e aluminit, cilën në shtëpi, sidomos mas jo mbonon, më ka shpëtu për shkak të ushqimeve që i ruaj për disa orë. Kështu e mbështjellni edhe nuk ja bani gajlen në frigorifer, që unë edhe ashtu nuk njina për mbështjellje të mira, po paktën fino e kryn funksionin e vetë. Mundeni kështu për syfër, mundeni kështu për menjëherë. E unë po ju dëshiroj një të diel të këndshme si gjithmonë. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Ne këtu, miq të nderuar, praktikisht e përfunduam me ngadhnimin, mirë po nuk e përfunduam të tërën, do më thonë, komplet muhabetin nuk e kemi përfundu, muhabetin si bashkëbisedim po, por nuk i kemi përfunduar edhe 2 gjëra. E kemi tregimin e në majet gjuhës, të cilin kanë filluar të shkruajnë që nga mysafiri joni parë, shef Alfredi, edhe pastaj kanë vazhduar edhe miq tjerë. Nga dhim, ti tani do të na e shkruash një fjali për emisionin tonë. Din mi lexua? Nuk e di ju mjek qysh e keni shkrimin. Ne, po kemi harru dhe me shkru, se të shkru veç në telefon e në kompjuter. Gjeva pete ka shkru dhe kjo ishte knaqësi. Po, pani, unë e ndiva vetën këndshëm. Ishte knaqësi me marrë pjesë në emision argëtues ku nuk prita që do të qeshim kaq shumë.
Mënyrë shumë e qelluar me u largu sidomos nga temat politike. Tepër bukur. Kjo ishte yll. Temat politike shumë bukur nga dhënim. Faleminderit. Ndërsa në këto momente kam edhe pyetjen e fundit. Pse mendon se të kemi ftuar në emision? Sepse unë kam çka me tregu. Domethënë, qoftë muzikë, qoftë sport, qoftë profesion e tjera, është interesante ndoshta për njerëzit me siguri, edhe aty mendoj që jem zgjedh për atë. Je zgjedh për atë, prandaj unë sot I jap 2 kasnak, miq të nderuar, për shkak se unë konsideroj që mjekët, ekonomistët, gjyqësia, prokuroria, të gjithë janë VIP në shoqërinë tonë. Dhe nga dhënimi, si njëri prej të parve që solli implantologjin këtu, njëri prej të parve I cili ka qa rrugën e të themi kështu erisive që po bëhen në botë, e ti sjell në Kosovë, unë këtë gjë e quaj very important person. Them drejtë nuk është vetëm implantologjia, është shumë risi. Janë laserat, janë shumë tipet operacioneve që kom pas guximin me I implementu. Sidomos në vitet kur ishim në sankcione dhe pacientët nuk kanë mujt me shku jashtë, është dashme I përvjell durt edhe me u fut pa kurfër trajnimi në shumë operacione për me ndihmu njerëzve tonë. Absolutisht. Prandaj unë mjekësinë dhe mjekët në përgjithësi në këtë rast doktor nga dhënimin e veçoj dhe e quaj VIP, very important person, person shumë me rëndësi për mjekësinë e Kosovës. Por, nga dhënimin e kemi edhe si shembull të mirë për shkak se me vetë jetën si e bën ky dhe me vetë sjelljen e tij, me vetë dashurinë që e ka për sportet dhe sfidave që I te I kalon, sfidave shëndetësore që I te I kalon me sportet të cilat ky merret e tregon se është një shembull fantastik, një shembull shumë I mirë. Prandaj I meriton të dyjat. Të kemi në majtë të gjuhës se je VIP dhe të kemi në majtë gjuhës se je shembull për të mirë. Faleminderit. Kështu që nga vënim të faleminderit shumë për kohën. Shpresoj që I shërbej njerëzve më ju dhon një vullnet që mos më dorëzu. Ishte një thënie thot ti nuk plakesh tu skiju, ti plakesh qofse nuk skijon. Domthonë e vlen për çdo sport të tjera, njerëz nuk duhen më dorëzu. Duhen me te kalu edhe smundjet edhe gjitha dhe pleqërinë e gjitha me një vullnet veçantë, me ushtrime fizike që të jenë sot vital sikur doktor nga vënimi. Të qesh jetën qysh duhet. Që mos themi kështu, në bazë të institucioneve ti do duhet të ishe në pension, apo? Po. Mirë, po, doktor nga vënimin e keni më aktiv se kur. Nga vënim urdhëro të faleminderit shumë për kohën që e ke gjetë, se unë e di që ti kohën e ke shumë të çmuar. Jo vetëm për punën që e bën, por edhe për familjen, edhe për të gjitha këto sportet. Koha është më e vlefshme. Koha është shumë e vlefshme. Ndërsa miq të nderuar, ju faleminderit edhe ju për kohën që e ndat këtë të diel të jeni me mua nga vënimin dhe meritën, ndërsa unë ju përqafoj, ju dëshiroj një të diel të këndshme në vazhdim. Qëndroni me Radio Televizionin 21, ndërsa shifemi javën që vjen.